Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Këtu keni të bëni me energji të shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ajrit. Ju shoh që do keni një takim në fillim të kësaj jave në lidhje me një person, ndoshta është një njohje e re, ku ju do shkëmbeni emocionet në lidhje me njëri tjetrin. Gjithsesi, shoh një bashkim, një dashuri që do keni gjatë fillimit të javës dhe në mesin e javës ju shoh që do jeni shumë të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që do hyni në diskutime për të bërë një fillim të ri. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të hyni në partneritete ose në marrëdhënie tuaja dhe në marrëdhënie do bini shumë mirë, i vendosni qëllime vetes në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Do keni dhe diskutime të ndryshme deri në fund të javës, por do jenë diskutime që do marrin një zhvillim shumë të mirë. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje që ju po interesoni për pjesën e dokumentave, shoh këtu, në fund të javës, një fillim dokumentash, dikush do t'ju ndihmoj dhe ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me pjesën e dokumentave. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me pjesën e studimeve, me pjesën shëndetësore për një pjesë tjetër. Gjithsesi në lidhje me punën tuaj, shoh lajme të mira, kontrata të rëndësishme gjatë kësaj jave, por dhe fillime të reja që do ketë diskutime shumë të mira, shoh. Një fillim i ri dhe shumë diskutime, por që do sjellin zhvillime të mira. Shoh që do merrni edhe një pjesë prej jush mund të merri dhe mesazhe, SMS, emaile nga një person i dashur ose në rastin tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me këto partneritete, por dhe kontrata që do lidhni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike, kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, varet nga qëllimet që ju keni. Mund të jetë dhe një person që do t'ju mbështesi në lidhje me qëllimet që ju do keni gjatë javës. Është një javë shumë e mirë edhe për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.